Në mundësi e shëndetshme tani do të flasim për kolesterolin. Është i rëndësishëm balancimi i tij, është i rëndësishëm të kapim në kohë normat të cilat lëvizin. Çfarë ndodh me trupin ton? Kur këto norma le të themi gjithmonë kur dëgjojmë fjalën kolesterol trembemi edhe e paragjykojmë shumë. Në fakt është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhi organizmit. Është le të themi tullat e një organizmi të shëndetshëm. Kolesteroli është një yndyrë e cila prodhohet nga mërçia jonë, por një pjesë mund të merret edhe nga ushqimi. Është një pjesë e vogël, por te kjo pjesë e vogël ne mund të gabojmë ose mund të le të themi mund ta agravojmë këtë problematikë. Natyrisht kolesteroli ndihmon mjaft mirë në mjaft nga hormonet tona, duke filluar te progesteroni, estrogjeni, tek testosteroni, por gjithashtu tek për tiroiden është një ndihmës shumë e mirë për të gjitha funksionet e shumë e mirë. Na e prodhon mërçia, por flasim për kolesterolin e keq, atë që marrin nga ushqimet e dëmshme, LDL, low density lipoprotein, i cili shumë shpesh na del në nivele të larta, le të themi sidomos tani pas Covidit, një pjesë e madhe e pacientëve ndoshta kanë shfaqur rritje të nivelit të kolesterolit të keq. Pse quhet kolesteroli i keq? Kur ne themi që kolesteroli është i mirë dhe është i shëndetshëm, sintetizohet nga vetë trupi, e prodhon vetë mërçia, çfarë ndodh me këtë kolesterolin e keq, me LDL-n le të themi? Kur e kuptojmë ne që është një kolesterol i keq? Nga analizat, nga kontrolle, natyrisht nga pra janë vlerat shumë mbi normë? Vlerat, do të thënë për një person normal, le të themi që duhet të jenë më të vogla se 100. Për një person i cili ka sëmundje kardiake ose ka bërë një infarkt duhet të jenë 950 ose 70. Edhe ato me diabet patjetër duhet ta mbajnë në kontroll kolesterolin e keq, le të themi. Por çfarë bën ky? Ky bën transportimin nga mërçia të yndyrës nëpër inde. Por quhet kolesterol i keq sepse fillon krijon, mbështetet në enët e gjakut, duke krijuar ato le të themi pllagëzat aterosklerotike, të cilat le të themi shumë shpesh janë burim i infarkteve ose ishemisht cerebrale. Dhe pse duhet ta mbajmë në kontroll? Duhet ta mbajmë në kontroll për të vetmen arsye, për të pasur një qarkullim të mirë të gjakut, për të mbajtur larg sëmundjet kardiake dhe larg sëmundjet, le të themi diabetin ose infarktet ose ishemin cerebrale të trurit. Ne në këtë tryezë kemi disa produkte me të cilat sot do t'japim disa receta se si të mbahet në kontroll. Kështu? Po. Natyrisht, të gjitha ushqimet që duhen shmangur janë ushqimet e procesuara, ushqimet me yndyrna të ngopura, ushqimet me origjinë shtazore, le të themi, për personat të cilët vuajnë nga kolesteroli i keq, dhe natyrisht t'i jepen sa më shumë përparësi ushqimeve në ngjyrë jeshile, frutave dhe perimeve, të cilat na ndihmojnë mjaft mirë për të përmirësuar dhe rregulluar nivelet e kolesterolit. Unë këtu kam sjellë disa përbërës, të gjithë të mirë janë, natyrisht kurkuma, bëhet fjalë për mollët, të cilat janë fantastike pasi përmbajnë fibrat që ndihmojnë shumë mirë. Karota është një tjetër element shumë i mirë, përmban beta-karotenin, një antioksidant shumë i fuqishëm, vitaminën A, gingeri që nuk duhet ta ndajmë për asnjë moment për të balancuar kolesterolin tonë, po. Limoni, qoftë limoni i verdh, qoftë limoni lajm, janë të shkëlqyera për të ndihmuar për të marrë atë vitaminën C dhe për të ndihmuar në kapilarët dhe enët e gjakut. Selinoja është një element, le të themi, absolut dhe i shkëlqyer, majdanozi përsëri, mund të bëhet nga të gjithë. Është shumë e thjeshtë, le të themi. Për shembull, çaji që duhet t'i shoqëroj, le të themi, për një muaj rresht të gjithë personat të cilët kanë nivele të larta të kolesterolit të keq. Një çaj ngrohtë me natyrisht do të ishte Po nuk e ke mbushur më Amila? Po nuk e ke mbushur më? Po jam nuk ta vënë në Okej, nuk ka problem. Ne do ta mbushim tani direkt. Do ta vëm. Ndërkohë, ja. Kështu. Është mjaftueshëm. E kemi ndezur. Për 1 minutë është gati. Për 1 minutë. Atëherë, një tufë majdanos, edhe një dek selino. Do t'ishin të shkëlqyera. Këto duhen me gjysmë litri ujë dhe për të arritur për të pasur të gotën çdo ditë. Një dek selino, le ta presim. Do t'i kalojmë në nutribullet këtu apo? Jo. Kjo është për çajin. Për çajin. Atëherë ne ujin e kemi vendosur. Pra një tufë
majdanos dhe një dek selino. Është një Gjysmë recetë litri ujë. fantastike le të Dhe i themi. vendosim, po, me kujdes, të të ndihmoj. Po. Si është ajo, si thonë, zonja shtëpisi di, ja, opa. Dhe i vendosim për të zjerë. Në këtë rast po i vendosim këtu, por sigurisht që angisat mund të zgjedhin. Okej, shumë mirë. Shtyp pak kështu, është në rregull. Të bëhen gati shpejt dhe Preferojnë shumë që të shtojnë edhe limonin, por unë do preferoja që kjo të ishte e pastër, një dek limon, një tufë majdanos për një muaj rresht. Një tjetër në ndim shumë mëngjes, e në mirë. drek, apo të konsumohet në vend të ujit, si e këshillon? Esëll është e shkëlqyer. Esëll është e shkëlqyer. Do me thënë, do të jetë një gotë deri këtu. Po? E mbushur me këtë çaj. Një Pra një tjetër gjysmë gotë është super çdo mëngjes esëll. Një tjetër ndim shumë e mirë mund të jetë uji me limon, Po? uji ngrohtë me limon në mëngjes esëll, por natyrisht në ujin me limon ne duhet jemi të kujdesshëm persona që kanë gastrite, refluks, probleme me tretje, ndoshta tek ato që kanë probleme me stomakun, do të ishte e mirë që mos ta konsumonin esëll të paktën, por ta konsumonin ndoshta para një vakti, le të themi ushqimi, vakti i drekës kryesisht. Një tjetër mund të ishte përsëri një gotë ujë i ngrohtë me një luk uthull molle. Uthull organike, bio, do të ishte shumë e mirë për të konsumuar. Në mëngjes Edhe kjo është një ndim shumë e mirë. Po, gjithmonë flasim për personat të cilët kanë probleme me kolesterolin. Ndërsa, një smoothie shumë i mirë do të ishte ginger. Të shoh një herë çajin. Çfarë ndodh me personat Anila, sepse duhet edhe të nxitojmë se kemi edhe ato tabela që duhet me patjetër ti komentosh për të treguar se si mundet të filluar. Era shumë e mirë. Po. Nuk duhet me sheqer dhe nuk ka asnjë lloj shije, të themi, të papranueshme. Po, ne gjithashtu kemi edhe disa prej sugjerimeve që ti ke sjellë. Kemi vendosim, gingerin, selinon, do të presim edhe karrota. I vendosim në një pajisje të tillë ku bëni apo fruloni smoothie të ndryshme. Po. Dhe gjysmë kokë kremo dhe gjysmë limoni. Gjysmë limoni. Qartë. Dhe do t'i lutesh Arigjis që të më shfaqte në ekran edhe recetën e parë me të cilën bashkë me Anilën ne do të komentojmë edhe do t'japim disa ide të tjera se cilat mund të jenë disa prej kombinimeve të ushqimeve dhe dietave që duhet të ndjekin personat që vuajnë nga kolesteroli. Por Anila, limoni duhet të jetë me lëkurë. Me lëkurë. I shoh që të gjitha me lëkurë i ke vendosur, ë? Kanë se në lëkurë janë të përshëndruara të gjitha vitaminat, po. Piper? Piperin edhe pak majdanos. Nuk e di se si do të jetë me aromën, por do ta provoj për kurreshtje. Dhe pak ujë. Pak ujë edhe e kemi gati dhe smoothie. Ta fik ndërkohë çajnikun ton, mendoj që është po. Është gati Anila. Erën e ka shumë të mirë. Po, e ka shumë të mirë. Majdanozi ka lëshuar një erë shumë të mirë. Dhe në fund do hedhim me pak kurkuma. Mund ta hedh këtu? Po. Ja, kështu, një gjysmë gote. Jo, duhet ta mbushim edhe. Ta mbush të gjithën? Po. Diku 250 deri në 300 është mjaftueshëm? mililitër, do të ishte. Unë mendoj të ishte plot. Po nuk kursejmë ne më Anila, jo, ja tek është tamam tani për të konsumuar në mëngjes. Duhet konsumuar në mëngjes për çdo person që ka probleme me kolesterolin. Pra një dek selino, një tufë majdanos, kemi marrë komplet. Nëse ky është smoothie shumë i mirë, le të themi, që ka vlera kurkuma dhe të jashtëzakonshme. Piper apo jo? Jo, dhe është në fund. Tani të shohim edhe këtë smoothie që balancon kolesterolin.
Është një sugjerim i mirë, besoj. Mund të bëhet shpejt. Do dhe i qikur. Mbasi do dhe takuj. Po sigurisht që kërkon kohën e vet. Ta provoj një çaj Naila, edhe pse duhet konsumohet në mëngjes. Të kuptojmë se si është aroma? Po. Ndjehet shumë edhe aroma e selinos. Po pijet, është... Ja, aroma të ka duhet të shumë të... se zakonisht janë disa çajra apo smoothie që kanë një aromë shumë të fortë, edhe duket sikur nuk konsumohen dot, por jo, për të gjithë ata që duan ta ndjekin sikur, pra për gjatë një muaji të pinë një gjysmë gote çaj të tillë, me selinov dhe me majdanov, sulta perfekte, shumë mirë. Edhe smoothie është gati. Ngjyrat e vjeshtës. Është ideal për pastrimin e enëve të gjakut. Vlen sikur edhe kjo për të ndjekur... Duhet konsumuar diku le të themi 4 deri në 5 herë në javë. Për ata që thash kanë probleme me gastritën ose me stomakun, duhet jenë të kujdesshëm që të konsumojnë ndoshta pas vakteve që kanë konsumuar, që mos të jenë shumë, le të themi, me stomak bosh, por kjo të veprojnë në një mënyrë shumë të mirë. Mirë. E vendosin edhe atë për ta fokusuar kamera, do të lutesh regjis tani të na jepte në ekran edhe një sugjerim, recetën, një prej recetave që atëherë kur e parë, hudra është një komponent i jashtëzakonshëm, le të themi, për të ulur kolesterolin e keq. Një thelpi hudër i shtypur me pak xhenxherfil të freskët, pak kanellë, çaj, një lugë të çaj mjalt dhe gjysmë lugë gjelle uthullmolle, po gjithashtu edhe 4-5 peta limoni të freskëta. Të prera, po, pika limoni të prera. Ky do të ishte një kombinim, a? Një kombinim fantastik. Po si të gjithë përbërësit, hudra përmban alicinën, një antioksidant shumë të fuqishëm që ndihmon enët tona të gjakut për të pastruar nga këto pllaka, le të themi, të krijuara nga kolesteroli i keq, duke vazhduar me xhinxherin, i cili është një element fantastik, edhe ai duke përmbajtur elemente xhinxherolin, i cili është shumë i mirë antioksidant, duke vazhduar me kanellën, që ndihmon mjaft mirë për të lidhur këto komponent fantastik, duke vazhduar me mjaltin e papërpunuar, do me thënë një mjalt organik dhe bio, me uthullën e mollës gjithmonë të jetë organike dhe një burim i besuar i uthullës së mollës, duke vazhduar edhe me limonin freskët ose limonin lime. Këto vinë në formën e smoothie-t? Po, në këtë rast? Po, natyrisht. Pra një smoothie me të gjitha përbërësit që ne sapo ju thanë tani me anilin. Një kur tjetër është me hudhër, ginger, kanellë, me limonin lime edhe pak mjalt bio. Hudrën e shoh të pranishme, ju thatë që është një balancues shumë i mirë, por a është në shije aq e pranueshme, apo elementet e tjerë që ka dhe përbërësit e tjerë që ka zbusin shijen e saj? Ai mjalti ndoshta që vihet në fund është një çik për t'i dhënë një shije ndryshe pak, më të butë, më të ëmbël, por gjithmonë le të kemi parasysh që personat të cilët vuajnë nga gastriti, nga refluksi, nuk duhet ta konsumojnë. Të paktën e soll jo. E qartë, mirë. Shohim edhe çaji që ne bëm, një dek selinol dhe një tufë majdanos. Thash ka shumë njerëz që preferojnë, po. Ka shumë njerëz që preferojnë ndoshta me limonin për ta zbutur ndoshta, por ju e provuat, edhe shija është fantastike. Po, shija është shumë e mirë, ndaj thashë shumë e pranueshme, nuk e di si mund të jenë variantet e tjera të kurave. Selinoja për shembull në supra dhe brenda, po kjo ishte shumë e pranueshme dhe selinoja për shembull në supra dhe në elementet e tjera është pak më e vështirë ndoshta për të pranuar, ndërsa si çaj është ose edhe në smoothie është pak më e vështirë për shkak të aromës së saj, ndërsa në çaj po duket sikur zbutet shumë. Shohim një tjetër ujë ngrohtë me limon, që të gjithë e mbajnë ndoshta për të ruajtur forma trupore, për të sistemuar sistemin tretës, por le të themi edhe për enët e gjakut, uji i ngrohtë me limon është një, le të themi, unë shoh gjithsesi që e përdorim, po a mund të ketë një kategori që ju nuk e sugjeroni që personat me gastrit dhe refluks mund duhet jenë të kujdesshëm të ulçera, po. Pjesa tjetër pastaj mundet ta mbaj. Anila, është, po, kemi edhe një tjetër me uthullmolle. Me uthullmolle.
bio, mirë. Kalojmë tek tjetra. Kura e 6. Një smoothie me mollë jeshile të grirë, një karot, një dek selinosh, kjo që ne pothuajse bëm, një grusht majdanos, gjysmë limoni me likur, pak ginger dhe kanellë. A janë këto, nëse pihet si një smoothie para vakteve apo mes vakteve, a është e bollshme pra të ngopë? Absolutisht. Në fakt kjo bëhet për pastrimin e enëve të gjakut nga kolesteroli i keq, por natyrisht nëse ne... Se ka shumë përbërës, Po, por për shembull në vend të ujit nëse ne do përdornim ndoshta qumësh bajame, do të ishte pak më i plot, le të themi, si vakt, për të gjithmonë kemi parasysh që vaktet duhet të jenë vakte të bazuara në proteina, në karbohidrate dhe yndyrna. Në këtë rast, ne nuk është se kemi protein, nuk është se kemi, le themi, karbohidrate, por edhe yndyrnat nuk është se i kemi, kështu që nuk është se është një vakt i plot, një vakt i shëndetshëm, le të themi. Por për të bërë atë pastrim të organizmit, patjetër që na ndihmon. Është shumë e mirë. Mirë, shohim edhe kurën e fundit që do të kemi tani. Këto janë suplementet me koegzimon që 10 dhe majane orizit të kuq dhe omega 3. Dhe omega 3. Të gjitha këto ndihmojnë mjaft mirë për të përmirësuar. Shumë shpesh mendohet që nëse ti merr një suplement omega 3-shit, nuk është i shëndetshëm për kolesterolin. Ose gjithmonë për shembull mund të penalizohet veza, e verdha e vezës, sepse ka kolesterol dhe na rrit kolesterol. Në fakt, e verdha e vezës ka kolesterol të mirë, ajo çfarë është e shëndetshme për t'u marrë dhe për t'u konsumuar. Natyrisht një person i cili vuan nga problemet e kolesterolit duhet të shmangë në mënyrë të kujdesshme shumë yndyrnat e ngopura, yndyrnat me origjinë shtazore, bylmetin me origjinë shtazor, i cili përmban yndyrna të tepërta dhe të fokusohet në ushqime të cilat rrisin acidet yndyrore omega 3, flasim për avokadon, për vezën, flasim për peshqit e detit, të cilët kanë yndyrna të shëndetshme. Mirë, Anila, faleminderit shumë sot për sugjerimet, faleminderit që ndave kurat e tua me të gjitha ata që vuajnë nga kolesteroli i keq, edhe të mundohen kështu ta mbajnë në kontroll, sepse do ishte mirë që kurat e tilla edhe të mos i bëjnë për një ditë, e mira do ishte që të bëhen për aq kohë sa janë kurat, të bëhen për një periudhë kohe të... Smoothie minimumi duhet të përdoret për 7 ditë, ndërsa çaj për një muaj do të ishte shumë mirë. Mirë. Mbani vesh, na dëgjoni, këshillat e Anilës mos i harroni, por ndiqini për të pasur një organizëm sa më të pastër nga kolesteroli. Faleminderit shumë, shumë e këndshme si gjithmonë. Ne do të shkojmë tani në edicionin informativ të orës 12, do të kalojmë linjën departamentit të informacionit dhe do të kthehemi në programin E-Atene me pjesën e dytë të tij, pas pak në orën 12:15 minuta. Mos u largoni, ne do të jemi këtu për ju.